tjerë rilindat shqiptar. Është Shqipëria që ideoi ky burri këtu, Skënderbeu. Është kthyer si hapse dyersh të pahapura prej vitesh, mezi pres ta shikoj ç'a do dali. Le të themi që herës më ka argëtuar kjo, duke edhe më shpallur si pagzuesen e rilindjes socialiste. Përkundrazi, gjëmbat më hyn mua të parin, që jam aksioner me gjithë këta. Ky është kontrasti më i neveritshëm që mund të bëhet. Me një njeri, si rastin e Edi Ramës, që unë e konsideroj me integritet dhe me vizion shumë të lartë. Në politikën shqiptare, sidomos brenda Partisë Socialiste të Shqipërisë, përplasje publike nuk janë kurrë të rastishme. Ato nuk lindin nga emocioni, por nga llogaria. Dalja e hapur e Elisa Spiropalit kundër Edi Ramës duhet lexuar pikërisht në këtë prizëm, si një akt politik me synim të qartë, jo si një reagim i momentit. Nëse mbetet reagim emocional, qiriri i saj do të fiket dhe nuk do të ndizet më. Për vite me radhë, Spiropali ka qenë një nga figurat besnike të Edi Ramës. Një zë i fortë në mbrojtje të tij, një profil politik i ndërtuar brenda orbitës së kryeministrit. Elisa Spiropali njihet si produkt i kryeministrit. Ajo nuk njihet të kenë ngjitur shkallët e karrierës së saj me meritën personale. Ajo duke lavdëruar Skënderbeun ngjiti shkallët deri në numrin 2 të shtetit. Por nga eksperjenca e këtyre viteve ka krijuar një profil tashmë personal. Ndonë se shkallët ja dha dhe ja fali Edi Rama për të ngjitur lart. Pikërisht për këtë arsye, distancimi i saj publik ka peshë më të madhe se çdo kritikë e ardhur nga jashtë Partisë Socialiste. Kur një produkt i sistemit vendos të dalë kundër, pyetja nuk është se çfarë ndolli, por çfarë po përgatitet. Në dukje, përplasjet mund të interpretohen si një akt të mosdakordësie apo zhgënjimi, por në thelb ajo duket më shumë si një sinjal për ripozicionim. Në një parti ku vertikaliteti i pushtetit është pothuajse absolut dhe ku vendimarrja kalon në një filtr të vetëm, çdo figurë që kërkon të mbijetojë politikisht në afat të gjatë duhet të ndërtojë një identitet të vetin. Dhe kjo nuk bëhet duke qëndruar gjithmonë në linjë. Mirpo, apo synon Spiropali drejtimin e Partisë Socialiste? Realisht, jo. Nuk ka karizëm dhe radha përpas Ramës për në kështjellën e Partisë Socialiste është e gjatë. Ndërroi Sajmir Tahiri, por përplasi Erion Veliajn, i cili synonte të ishte zëvendës i Ramës, por dhe Veliaj përfundoi keq, ai përfundoi në burg. E kishte si ide dhe Ben Blushi, por u tërhoq me dinitet. Ndaj kushdo që mendon vendin e Ramës, përfundon jo mirë, ose në rrugë, ose në burg. Strukturat e Partisë Socialiste nuk lejojnë sfida të hapura ndaj liderit dhe Edi Rama nuk ka dhënë asnjë sinjal tërheqjeje. Një përballje direkte do të ishte një gabim strategjik dhe mbi të gjitha vdekje politike. Në këtë kuptim, lëvizja e Spiropalit nuk është një akt rebelimi për pushtet, por mundet një investim për të ardhmen. Dhe ardhmja më e afërt politike ka një datë, viti 2027. Në këtë vit përfundon mandati Bajram Begaj dhe hapet gara për presidentin e ri të Republikës. E nëse Partia Socialiste ruan kontrollin parlamentar, zgjedhja e presidentit do të ishte një vendimarrje brendshme politike. E këtu Spiropali hyn si një nga emrat, nëse nuk e shkel shtati me këmbë për në lule të ballit. Po për të qenë presidente nuk mjafton besnikëria, madje besnikëria tepër të shpengesë. Një president mund të perceptohet si një figurë mbi palët, me një minimum autonomie dhe profil të pavarur. Në këtë këndvështrim, përplasja me Ramën mund të lexohet si një proces pastrimi politike i imazhit nga një zë i bindur në një figurë që mendon dhe reagon vetë. Nga ana tjetër, nuk ka asnjë provë që Spiropali po ndërton një linjë kundër Ramës apo po kërkon ta dobësojë atë. Sistemi i Partisë Socialiste nuk funksionon me fraksione reale. Çdo tentativë për të sfiduar liderin përfundon jashtë loje. Spiropali e di këtë, madje nuk po sulmon, por po mat distancën. Po teston kufit e lexuara të autonomisë së saj politike. Hipoteza që gjithçka është thjesht një shpërthim emocional është më e dobta. Në atë nivel emocionet nuk dalin në publik pa një filtr strategjik. Çdo fjalë ka kosto dhe çdo kosto mund të justifikohet me një përfitim. Në këtë rast, përfitimi është i dukshëm, rritja e profilit personal. Në fund, kjo përplasje nuk është një krizë, por një fazë tranzicioni për një figurë që kërkon të mos bëhet thjesht një pjesë e sistemit, por të ketë një rol më të madh në të. Spiropali nuk po rrëzon Ramën, ajo po ndërton veten për ditën kur Rama nuk do të jetë më faktori përcaktues. Megjithatë, Elisa Spiropali nuk është Ben Blushi, i cili kishte ide, artikulacion dhe sfidonte. Elisa thuhet dhe statuset ja bën ChatGPT. Ndryshe do të dilte live në debat ku do të shikojë se si artikulon ato çfarë shkruan në Facebook marrë nga ChatGPT. Shpërthimet e Spiropalit më shumë janë shpërthime prill-maj,
apo do të jenë konsistente? Spirpali duhet të rrëfet hapur dhe jo me statuse që i hedh si fishek zjarret dhe stuket përsëri në selin e Partisë Socialiste. Editoriali Koha Jon.